Inspektori i tatimeve në Lezhë Bajram Mallamani dhe inspektori i AKU Soltion Përvathi janë zyrtarët e parë të arrestuar në kuadër të luftës kundër informalitetit. Arrestimi i tyre u bë pasi nuk konfiskuan mallin në një biznes i cili rezultonte i paregjistruar në QKR. Në Fier, uniformat blu i kanë vënë prangat 57 vjeçarit Gani Berisha, pronari i një biznesi. Berisha u arrestua pas denoncimit të bërë nga klienti i tij, të cilit nuk i kishte dhënë kuponin tatimor. Nga hetimi rezultoi se lokali nuk ishte i pajisur fare me kasë fiskale, si dhe nuk përdorte dëftes tatimore. Ndërkohë, aksioni ndaj informalitetit ka dominuar takimin mes drejtorisë së tatim taksave, drejtorisë së policisë dhe asaj të doganave në Fier. Ky operacion është një domosdoshmëri për gjithë qytetarët, për komunitetin, për administratën. Fokusi i këtij operacioni janë ata njerëz, ata individ që arrin kryen veprimtari ekonomike të padeklaruar. Edhe në Durrës 47 grupe pune kanë zbritur në terren për kontrollin e të gjitha subjekteve me qëllim parandalimin e evazionit fiskal. Drejtori i kontrollit tatimor pranë drejtorisë rajonale Ilir Sinani shprehet se janë konstatuar biznese të paregjistruara, fuqi punëtore e pasiguruar dhe në disa raste edhe mallra të ndryshme të pashoqëruara me faturë tatimore. Problem tjetër kemi pasur pajisje me kasa fiskale dhe lëshimin e kuponit tatimor. Duke të hequr kuponin tatimor, rritën tarot në buxhetin e shtetit, rritën tarot për investime për gjithë ato që bën bazë rishpërndarjes së tarëve. Drejtoria e tatimeve në Durrës nuk ka bërë publike shifra konkrete për aksionin që ka nisur në fillim të këtij muaji, por në shumë zona është vënë re se subjektet janë mbyllur.